Përshëndetje dhe mirë se vini në puntatën e radhës së emisionit për Shtjellin. Sot dëshiroj të flasim natyrisht për atë që është kryefjala e ditës. Janë protestat mbarkombëtare, tashmë duke kaluar 2/3 e muajit, pra po bëhemi te dita e 20. Dhe nga ana tjetër kemi një qeveri kokfort, arrogante, e cila refuzon të dëgjojë qoftë edhe kur këto kërkesat protestuesve përsëriten nga Brukseli. Por jo vetëm për këtë, dëshiroj të flasim gjithashtu për disa nga problemet akute që ka Shqipëria sot, duke filluar nga standardi i jetesës, demografia, problemet ekonomike, financiare të qytetarëve shqiptarë, dhe për këtë do flas me një ekspert të më të mirë në vend për sa i përket zhvillimit dhe demokratizimit të institucioneve, njëkohësisht dhe drejtuesi i qendrës, zotin Ilir Aliaj. Mirë se vini në emisionin për Shtjellin. Faleminderit, kënaqësi, më lejo 1 minutë kohë të përgëzoj për mënyrën se si e ke konceptuar këtë bashkëbisedim. Unë nuk e kam ndjekur gjitha, por disa i kam ndjekur nëpërmjet rrjetit tonë social dhe edhe një herë për gëzime. Ju falenderoj. Zoti Aliaj, ju keni kohë që jeni një ndër tjera, natyrisht keni një profil akademik, por jeni dhe një në aktivistët e shoqërisë civile. Aktivizmi shtrinë në disa dimensione. Pra unë përmenda qendrën që ju drejtoni, tashmë prej dekadash, por natyrisht ju keni dhënë një kontribut, për shembull kohët e fundit jeni dhe një nga firmëtarët e një peticioni për ndryshime kushtetuese në kodin zgjedhor, i cili bëri jo pak bujë, madje u asociua dhe me drejtimin e protestës, por natyrisht edhe aktivist i cili ka mbështetur zhvillimet të ndryshme sikundër edhe protesta në ditët e fundit. Mund të na tregojnë diçka më tepër lidhje me këtë shtyrsje? Siç e thatë dhe ju, më lejo që të shkoj pak thellë në historinë e jetës sime, duke filluar që nga viti 2003, kur kam shfrytzuar një ligj që sot ka ndryshuar, në fakt ligji vazhdon të jetë, por ka ndryshuar si ligj me një amendime të thella, ligjin për drejtën e informimit, dhe kam dërguar në atë kohë kryeministin, në 2003 kryeministin në asaj kohe në gjykatën kushtetuese për një shkelje të rëndë kushtetuese. Dhe pastaj kanë vazhduar me radhë gjëra deri kohët e fundit që ju e përmendet. Ne u bëm disa persona, 10 persona, dhe mendum që sistemi duhet përmirësuar dhe duhet gjetur ajo që ne e quajmë rëndom ndonjëherë thembra e akilit. Cila është thembra e akilit? Ne kemi 35 vite që bëjmë zgjedhje, por po të lexosh çfarë thot arbitri i jashtëm, pra nuk po merrem me çfarë thon aktorët e brendshëm në Shqipëri, por arbitri i jashtëm, që është OSBE Odiri, në raportet e tyre gjithmonë ka probleme. Dhe pyetja që shtrohen gjithë secili nga ne, si ka mundësi që një vend i dal nga lufta jo shumë më përpara, Kosova, bën zgjedhje të pakontestueshme. Si ka mundësi që Bosnia-Hercegovina, që ne e dim se si është e ndarë, bën zgjedhje të pakontestueshme. Si ka mundësi që Maqedonia e Veriut, që është një vend me probleme shumë të thella ndëretnike, bën zgjedhje të kontestueshme. Pse ne bëjmë zgjedhje të kontestueshme? Pra, gjithmonë po të lexosh raportin, dhe raporti i vitit që shkoi ishte skandaloz, do thoja unë, ku gjitha pikpyetjet vendoseshin tek ndërhyrja e shtetit, administrata publike, fondet që janë përdorur, etj, që të mos t'i marrë gjitha me radhë, dhe kjo ishte ajo shtysa që na bëri ne që të fillojmë punojmë dhe të mendojmë që në shtatorin e vitit që shkoi, në fakt, për të propozuar një draft ligj ose draft amendim për kodin zgjedhor. Ne kemi bërë atë pjesën aq sa mund bëjmë, kemi bërë edhe takime me aktorë të ndryshëm. Në një nga këto takime ka qenë i ftuar edhe zoti Qelibashi. Ne i kemi dokumentuar këto në rrjetet sociale, do takime, për mos thënë, për të spjeguar më shumë atë pozicionin që u quajt sikur ne ishim organizatorët e protestës. E vërteta është që disa nga ne janë edhe në organizimin e protestës, por ka përkuar 2 iniciativa. Po, unë mendoj që ne jemi gjithë njerëz të lirë, dhe këto persona, siç u afruan me grupin ton, janë ofruar me organizatorët e protestës, po kjo 10 pra që ka
depozituar tashmë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve aplikimin për të marrë formularin, sepse ne nuk duam të shkojmë nëpërmjet partive politike që janë në kuvendin e Shqipërisë, por duam bëjmë atë që na lejon Kushtetuta e Shqipërisë, të mbledhim 20.000 firma nga 20.000 qytetar dhe ta dërgojmë këtë projekt ligj në kuvendin e Shqipërisë. Pra, kjo është shumë transparente si nisëm, secili nga ne ka kontributin e tij. Ne kemi bërë disa grupe pune. Shkurtimisht, mund të përmendi kush janë pikat kryesore të... Po, pikat kryesore e para është hapja e listave. Është shumë e domosdoshme për demokratizimin e vendit, jetës vendit, mentalitetit të qytetarëve. Ai që votohet më shumë, ai duhet jetë i parë. Pra ju nuk kuptoni një sistem proporcional kombëtar, nëse kërkoni hapje liste. Proporcional kombëtar me 4 zona, sepse ne e menduam dhe diskutuam shumë gjatë në fakt, edhe çështjen që për ta bërë një zonë Shqipërinë. Por duhet të ndryshojmë kushtetutën. A jemi ne në gjendje ta ndryshojmë kushtetutën kur dy luanet e mëdhenj në parlamentin, në kuvendin e Shqipërisë janë dy parti të cilët e kanë sjell sistemin në këtë situatë që është sot, nuk mund ta bëjmë. Atëherë, brenda asaj që na lejon legjislacioni shqiptar, ne kërkuam që të bëjmë me 4 zona, listat hapura, transparencë e financimeve. Pra se është shumë e domosdoshme. E thot edhe raporti i OSBE-ODIR. E thoshte edhe raporti i fundit i Parlamentit Evropian. Edhe dje Parlamenti Evropian. Pra është shumë e domosdoshme kjo, financimet. Pse një parti nuk bën transparencën e parave që merr gjatë fushatës elektorale. Nga vijnë këto para. Pra janë pikpyetje shumë të mëdha. Pra pak a shumë këto janë ato pikat që ne kemi kërkuar. Mundësinë për listat pavarura, sidomos në zgjedhjet vendore, ku një listë e pavarur qytetare mund të marrë pjesë, nuk ka nevojë që të dali me një kandidat për kryetar partie, për kryetar bashkie, më falni. Por mund dali thjesht me një listë për Këshillin Bashkiak. Pra, këto gjëra rregullime, të cilat janë të domosdoshme për marrëvajtjen e qeverisjes si nivel lokal ashtu edhe në nivel qendror. Qëndrojmë pak këtu, zoti Elesi, kjo është interesante. Kisha 2-3 pyetje të shkurtra. Një e para që më ngacmon është fakti që polarizimi në Shqipëri, polarizimi politik, ndoshta artificial, si kundër ju e thoni me drejt, e ka mbajtur peng të vend, por është i pashpjegueshëm të huajve. Për shembull, para një viti e gjysmë kam qenë në një projekt ballkanik ku diskutonin polarizimet, unë drejtoja grupi për Shqipërinë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Dhe natyrisht, siç kundër ju e thatë me të drejtë, nga rasti i Serbisë, në të Bosnjës, nga Malizi, në Maqedoninë e Veriut, shkaqet të polarizim kanë të bëjnë me përkimet e vijave etnike, kanë të bëjnë me natyrisht religioze, e tjera me radhë, të cilat kanë çuar pastaj në farkëtime politike dhe në realitete kushtetuese shpesh herë të vështira për të përmbajtur demonët politik, po e them pak në mënyrë metaforike. Ndërkohë që në Shqipëri, megjithëse nuk ekzistojnë ndarje të tilla, janë ndarjet politike, sinoret politike, të cilat bënin që parlamenti për shkak të ishte 5 muaj bllokuar në legjislaturën e kaluar. Ndërkohë që kemi prapë një parlament disfunksional tani që po flasim, megjithëse mund të jenë shtuar dhe faktor të tjerë politik. Pra mendoni që ju e keni gjetur themrën e Akilit, se kundër ju e në kuptuat dhe kjo që ju po bëni është gjetja e levës Arkimedit për të zhvendosur sistemin drejt një sistemi tjetër, dhe sa sukses mendoni se mund të ketë kjo nismë? Ne besojmë që kjo është një pjesë e vogël, siç e theksuat edhe ju. Ka një mori faktorësh dhe aktorësh në Shqipëri që kanë çuar në këtë situatë që ne jemi sot. Por ky është ajo pika, po të shohim edhe kriteret e Kopenhagenit, të cilat janë shumë të rëndësishme për antarësimin në Bashkimin Evropian. Pika e parë ka të bëjë me çfarë? Me zgjedhjet. Pra demokracia, nga fillon demokracia, nga zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Pra nuk është ndonjë shpikje që kemi bërë ne. Ne thjesht po kërkojmë të marrim një model i cili aplikohet, nuk po marr shembull Italinë, Spanjën, Gjermaninë, Danimarkën. Aplikohet tek vendet që janë fshije me ne, që është Kosova, Maqedonia e Veriut, Malizi.
Bosnia Hercegovina, që deri para një viti më parë nuk dija do vazhdonte të ekzistonte sepse ishte Milorad Dodik, që mos t'i hyjmë asaj historie. Pra, janë gjërat shumë të thjeshta që duan vullnet politik. Megjithatë, kjo më çon të pyetja e radhës. Kërkesa të tilla si këto që keni artikuluar ju, i kanë artikuluar edhe faktorët e aktorë të tjerë gjatë kësaj kohe. Çfarë ju pengon që të bëni? Për shembull, di që ka 2 iniciativa, madje edhe në këtë studio ka përmendur zoti Lapaj, të Shqipëria bëhet për të mbledhur për të 2 referendume, më falni, për të mbledhur 2 firmat, rreth 20.000 plus firma, për 2 iniciativa të ngjashme, ku njëra ka të bëjë me referendumet e tjetra ka të bëjë pikërisht me ato që ju përmendët. Ka pasaj një iniciativë të forumit për dialog politik, të që nga zoti Asimja, e cila njëkohësisht rakordon me shumë nga pikat që ju përmendët, pra proporcional kombëtar me lista të hapura, ata flasin për proporcional kombëtar, natyrisht dhe propozimi i tyre do të shkojë nëpërmjet opozitës politike. Ndërkohë që zoti Rama ka vendosur një kushtozim për uljen e numrit deputetëve përmes zotit Gjiknuri. Pra, nëse ju faktorët, të themi shoqëritë civile, do beshit bashkë me faktorët politik, opozitar, ndoshta do të ishte më lehtë për të jetëzuar këto ndryshime në kodin zgjedhor dhe pse jo dhe ndryshime kushtetuese. Po përmend zotin Asimja, i cili ka qenë i ftuar dhe ka marrë pjesë në takimet tona. Ne që në momentet e para kemi preferuar që të mos shkojmë mas partive politike. Mund të jetë rruga më e vështirë, por besojmë që është rruga më e mirë. Janë këto parti politike që të dy krahët, të cilat në mendimin tonë e kanë dërguar Shqipërinë në këtë situatë që është sot. Dhe kjo është arsyeja sepse ne nuk preferojmë që të shpenzojmë energjitë tona për të mbledhur 20.000 firma, për ta dërguar në parlament, por nuk jemi në gjendje, nuk duam, pra që siç e thash edhe një herë, që ne ata çojmë këtë nisëm me partitë politike. Atje në votim në parlament pastaj partitë politike të tregojnë se në cilin krah janë. Edhe për rastin e zotit Lapaj, ne i kemi ftuar edhe partinë e zotit Lapaj. Ne mos gaboj në takimin ton të parë, ka qenë një pjesëtar i partisë së tij, ka qenë në këtë nisëm, në këtë tavolinë pra. Pra nuk jemi që ne do e bëjmë ne vetëm. Ne jemi për të gjithë. Kanë qenë të ftuar gjithë, edhe kur erdhi momenti i firmosjes pra të nismës për ta dërguar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, i bëm thirrje përsëri gjithë aktorëve, u bëm vetëm 10 veta, por ne besojmë që duhet ta vazhdojmë, nuk ka pse. Arsye pse u pyet zoti Aliej, domethënë është fakti që ka shumë nisma përfshi për shembull ligjin për zonat e mbrojtura. Që tashmë dhe në Parlamenti Evropian u kërkuar që të zhbëheshin ndryshimet që u bën në mënyrë të njëanshme me vullnet qeveritar në 2024. Ndërkohë që zoti Rama paradoksalisht shpalli si fitore këtë nga Brukseli në lidhje me atë që po ndodh në Zvërnec dhe jo vetëm. Pra, duhet të thënë që po kjo natyrisht është iniciativë ligjore tashmë Partisë Demokratike, disa partive të tjera parlamentare opozitare e depozituar. Por fakti që shumë parti, po jo vetëm, edhe organizatat shoqërisë civile, vrapojnë drejt të njëjtit objektiv, po secila duke kërkuar të marrë flamurin, ndoshta bën një vështirësi të koordinimit të aksionit dhe kjo ka rezultuar në një fiasko elektorale. Për shembull, ka 160-170.000 vota, nuk zgjodhen votonin as PD-n as PS-n, por nga ana tjetër, megjithëse këto mund të përktheshin në grup parlamentar, u katandisëm pra një deputet për Partinë Shqipëria Bëhet, një deputet për Lëvizja Bashkë, 2 deputet për Partinë Mundësia dhe forcat e tjera politike nuk arritën dot as kishin përfaqësim parlamentar. Në këto kushte, në një farë mënyrë, ata që kanë disiplinën më të madhe partijake, pra PS dhe PD, vazhdojnë të jenë gjigantët e politikës shqiptare. Është e vërtetë, po arsyeja është shumë e thjeshtë. Siç edhe ju e thatë, PD e ka pranuar këtë sistem që në 2008 kur ka qenë në fuqi, pra ka qenë në pushtet në 2008 dhe ka vazhduar të pranoj edhe mbas 2008-s. Rasti më i mirë është vendimi i gjykatës kushtetuese që kërkon listat hapura dhe PD-ja kërkoi, ne e dim shumë mirë që ishte PD-ja e cila kërkoi që kjo niveli të shkojë nga 10.000 në 7.000. Pra, kur vendimi i gjykatës kushtetuese thotë që të bëhen listat e hapura, pra të bie
ajo faktori hersi 10.000, siç ishte, tashmë PD-ja thot jo 10.000 po 7.000, sepse pra gjen një artific ligjore për ta bërë. Dhe kjo është ndoshta arsyeja e skepticizmit ton. Por për pjesën e shoqërisë civile ne jemi shumë të hapur, ne jemi të gatshëm edhe në këtë moment të mirëpresim çdo bashkëpunim. Jo vetëm për kodin zgjedhor, por edhe për nisma tjera. Ulemi të bisedojmë dhe të konkretizojmë gjërat. Ne nuk kemi ndonjë dallim. Në lidhje me 5 pikat artikuluara që është në krye të herës të protestës. Duket se të paktën një prej këtyre pikave, siç e përmenda më parë, u certifikuat nga Parlamenti Evropian në lidhje me ligjin për zonat e mbrojtura, po janë dhe pika të tjera aty. Natyrisht, pika e parë në një farë mënyrë rrezon ka të pikat e tjera, se kërkohet dorëheqja e kryeministrit para se të shkohet ligji për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore apo për zonat e mbrojtura apo tjera. Po ju vetë si individ, por natyrisht edhe si grupim aktivistë të shoqërisë civile i përkrahni këto 5 pika dhe patjetër që po, jemi në mbështetje të plotë të kërkesave të protestuesve. Besojmë që kjo ishte një surprizë shumë e këndshme, kur gjithë në tavolinat, në kafe, me miq, me shok, me familjar, ne bisedonim që në Shqipëri nuk ka më ndjej proteste. Një ditë bukur ndolli një mrekulli, do thoja. Pse do e quaja mrekulli? Dje për herë të parë në Parlamentin Evropian, një eurodeputet gjerman filloi fjalimin e tij me fjalin në shqip, në gjuhën shqipe. Shqipëria nuk është në shitje, tha deputeti gjerman. Dhe e gjithë kjo po ndron imazhin e Shqipërisë, po e bën Shqipërinë një vend të simpatizuar nga gjithë Europa, edhe më tej. Simboli i protestës, flamengoja, ka një ndikim të jashtëzakonshëm pozitiv tek mediat në Europë dhe në botë dhe tek gjithë qytetarët. Tashmë shqiptarët nuk janë më ato që janë shqiptarët e rrezikshëm që i zgjidhin gjërat me dhunë. Pra këtu kam parasysh 1997-ën, 98-ën, apo edhe protestat e tjera të mëvonshme. Ne besoj e kujtojmë se gjithmonë kur ka një protest nga partitë politike, ambasadat japin lajmërimin për qytetarët e tyre që kujdes mos u afroni në zonën e protestës, ndërsa ka 18 ditë, sot është dita 19 e protestës, nuk ka asnjë njoftim nga ambasadat. Pra, dhe kjo tregon që Shqipëria, shqiptarët, brezi i ri, të cilët janë kryesorët në këtë protest, kanë ndryshuar krejtësisht mentalitetin dhe me të vërtet duan Europën. Pra janë edhe shifrat që e thonë këtë, janë 91, pra sondazhi i fundit thotë 91% e shqiptarëve duan të integrohen në Europë. Kjo protest na jep jo vetëm me përgjigjen me sondazh, por na jep përgjigjen faktike, reale. Po kam një pyetje, zoti Eleni, në fakt është bërë kjo pyetje rëndom këto ditë, që ku ka filluar protesta, që pse ndodhi pikërisht kjo pika e vlimit, të themi, me këtë protestë? Është kjo për shkak të sovranitetit? Është kjo për shkak të ekocidit apo ndjeshmërisë mjedisore që kanë zhvilluar qytetarët shqiptar, nëse do ishte kjo natyrisht lajm shumë i mirë. Për këtë ashtu kanë filluar në Serbi dy palë protesta. Apo është kjo për shkak të autoritarizmit të shtuar nga ana atij që kontrollon gjithë pushtetet dhe që ka 4 mandate, apo është kjo si rezultat i bllokimit të hapësirës demokratike jetike në Shqipëri, apo si rezultat i pamundësisë së jetesës për shkak të kostos së jetesës, e cila ka krijuar një hendek të thellë socioekonomik? Unë do thoja që janë gjitha së bashku. Janë gjitha së bashku dhe për ta konkretizuar, sot para se të hyja në studio, po lexoja fuqinë vlerëse të shqiptarëve, sa Shqipëria, shqiptarët, pra Shqipëria, ekonomia shqiptare, në cilin vend renditet në Europë dhe koston e blerjeve, pra të ushqimeve. Ne jemi të parafundit në Europë për GDP, jemi para Bosnjës, jemi të parafundit për fuqinë vlerëse, por jemi të parë të kalojmë mesataren europiane me 3%.
për sa i përket kostos së blerjes së ushqimeve. Dhe kjo është urgjencë kombëtare. Si ka mundësi një vend që jeton në mesdhe, pra është në mesdhe, me 300 ditë diell, të ketë koston e ushqimeve më të lartën se gjithë mesatarja e Europës. Kur flasim për mesatarën e Europës, shkojmë nga Qipro deri tek Suedia. Si e shpjegoni ju, ekspert? Tashti, ne duhet të shikojmë shumë gjëra, sepse është një puzzle shumë i madh, por ajo çfarë është kryesorja është që nga viti 2001 kanë burimet e instatit, pra nuk është as opozita as dikush tjetër, janë instati. Ne shohim që bujqësia dhe blegtoria kanë një rënje të tmerrshme. Pra, cilat janë ushqimet? Këto pra janë bujqësia dhe blegtoria. Ne importojmë produkte bujqësore dhe blegtorale nga fqinjet tanë, nuk duhet përmend emra. Ne ngritëm të Akademi Paris para duket pas ka pas sukses. Pra, kjo është e gjitha. Ne bëm në kundërshtim me dëshirën e shqiptarëve për integrimin evropian, pra për ta pas kokën në drejtimin e Brukselit, ne shkuam në drejtimin e kundërt me Open Balkan, i cili ishte një proces, një iniciativë që unë kam kërkuar vazhdimisht edhe nga zyrtar në debate televizive, më jepni një letër. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë parashikon që të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare të kalojnë në Parlamentin e Shqipërisë. Pra janë nënshkruar me 2 vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor marrëveshje dhe Parlamenti i Shqipërisë nuk ka asnjë rol. Është një shkelje e jashtëzakonshme kushtetuese. Dhe këtu pastaj shtrohet ajo pyetja tjetër që shkojmë përsëri tek pse para 20 ditëve filloi protesta. Shkojmë tek pyetja tjetër, çfarë bëjnë institucionet në këtë vend? Pse duhet një parti, një organizat apo megjithëse e kanë kufizuar shumë, edhe një qytetar të drejtohet gjykatës kushtetuese me një padi. Gjykata kushtetuese, ashtu si edhe gjithë institucionet e tjera, mund të ndërmarrin vetë një nisëm të tillë. Si ka mundësi që të kalohet, pra anashkalohet krejtësisht Parlamenti i Shqipërisë? Dhe këto janë gjërat që ndodhin. Kemi raste edhe më flagrante që Parlamenti i Shqipërisë shpërfill vendimet e gjykatës kushtetuese apo Komisionit të Venezia. Sigurisht që po, por cila është pra dhe gjitha këto pra autoritarizmi, korrupsioni, rënja drastike e ekonomisë shqiptare, ne jemi vetë familjar dhe ne e shohim që pavarësisht se kemi një nivel të ardhurash relativisht të mirë, ne e shohim që fundi muajit ka probleme. Dhe kjo është ajo pse ne shohim atje në shesh. Ka dhe suksese pamohueshme zoti Aliej, për shembull turizmi. Është rritur thot qeveria numri i turistëve nga 1-2 milion rreth 12 milion brenda harku të pak viteve. Është e vërtet, por çështja është ky turizëm është një turizëm i qëndrueshëm. Se për këtë po flasin dhe për këtë kanë dalë fillimisht dolën në Zvernec qytetarët që u rrafën për protestën e tyre krejtësisht të ligjshme. Dhe pastaj u zhvendos në Tiranë. Kemi edhe protesta tjera në fakt, se fillojmë nga Ducati për çështjen e ujit, kemi Thethin, kemi Rjollin, kemi Zvernecin, kemi një fshat dardh që ishte në Librasht para disa ditësh, të cilët edhe ato protestuan dhe bllokuan, sepse ne jemi gjithë për zhvillimin, por jo zhvillim i cili mas 2-3 vitesh do shterroj gjitha resurset shqiptare. Pse për shembull nuk vazhdon të ketë suksesin më parshëm para 2-3 viteve i famshmi plazhi i Ksamilit? Cila është përgjigjja? Askush nuk e jep këtë përgjigje. Sepse nuk u zhvillua një turizëm i qëndrueshëm në Ksamil. Pse vazhdon të jetë i suksesshëm bregu i jugut të Shqipërisë, sepse akoma nuk kanë hyrë në funksion të plot ato
monstra që po ndërtohen atje. Në momentin që do hynë në funksion të plot, unë kam shumë dyshime që edhe jugu i Shqipërisë, që është një perl për Shqipërinë, por jo vetëm për Shqipërinë, se duhet ta themi këtë, do ketë suksesin që ka. Patëm dhe një zhvillim të fundit të rejë të rejë shumë më mëndjen, sepse ne prej kohësh, përveç qeverisë edhe Banka e Shqipërisë, në deklaratat e saj zyrtare raportet vjetore ka thënë që forcimi i lekut për shembull apo rritja shpjegohet nëpërmjet rritjes ekonomike të Shqipërisë, blerja e banesave sepse 35% janë blerë të huajt, edhe për këtë arsye çmimi është në raport me kërkesë ofertën, po ndërkohë dosja Aruba, narkotrafiku, gjitha këto që janë edhe fal organeve partnere të inteligjencës, edhe fal punës natyrës së pakut dhe BKH-s, po na del ai icebergu që e kanë paralajmëruar më parë gazetarë italianë të tjerë në emisionet investigative. Unë uroj që të jetë kështu siç thot Banka e Shqipërisë, por faktet flasin krejt ndryshe. Vetëm në tremujorin e parë të këtij viti, e thot përsëri Banka e Shqipërisë dhe Instati, banesat, meqense se përmendëm banesat, ka një 35% rënje në shitje. Dhe kjo është një element shumë i rëndësishëm që na tregon, por duhet shohim se çfarë do ndodhi deri në fund të vitit, meqense SPAK-u, BKH-ja, institucionet e drejtësisë në bashkëpunim me shërbimet e partnere në Europë dhe në botë, kanë goditur grupe shumë të rëndësishme kriminale. Atëherë ne do shohim se si do shkojë kjo punë, por përsëri un kam frikë sepse ekonomia shqiptare do ketë probleme shumë të mëdha. Dhe çfarë është kjo gjithë kjo, sepse Banka e Shqipërisë vitin që shkoi ka bler mi 100 milion euro në tregun e valutës. Cila është arsyeja? Për të frenuar rënien. Për të frenuar rënien. Cila ka humbur mbi 60% vlerës saj që pra për të frenuar rënien ose forcimin e lekut. Por çfarë ndodh? Ndodh që për shembull brenda një viti, pra tremujori i vitit 2025 me tremujorin e vitit 2026 në industrinë fason ka një rënje prej 40%. Po, është goditur shumë sepse është forcuar shumë leku dhe është dobësuar euro. Janë goditur remitancat e kretarëve shqiptarë. Remitancat e gjitha. Ne e dim, ne e shohim vetë që po të kesh 100 euro, po të i thyesh në një zyrë këmbimi, po thuj se s'ke asgjë. Dhe gjithë kjo është pse është qeveria e pashqetësuar në lidhje me këtë, ndoshta për shkak të uljes fiktive të borxhit, nivelit të tij, disiplinimit më të madh fiskal, cilat janë arsyet që bën të pandijshme ndaj rritjes së kostos së jetesës në Shqipëri, e cila është bërë në Tiranë apo në zonën e Rivierës gati me Monte Carlo, pra ishin nga 5 kryeqytetet më të shtrenjta në Europë. Po sepse opinioni im është sepse vetë qeveria është në këtë histori. Dhe dje kur dolen ato fotot e Arubës, e takimit të Arubës, në mediat shqiptare dolen edhe shumë emra të cilët janë personazhe shumë të rëndësishme të qeverisë shqiptare. Dhe kjo është, shiko, ne nuk duhet të hamendësojmë, ne duhet marrim shembuj konkret në botë. Dhe ke shembuj konkret kudo në botë. Kolumbia, deri në goditjen e klaneve më të forta kolumbiane të drogës, Medellin, Cali e gjitha me radhë, ishte në një situatë të tillë. Pra ishte në një situatë të tillë ku ne shikonim një kosto të jashtëzakonshme jetese, shumë të lartë jetese, por në fakt qytetarët përfitonin shumë pak nga të ardhurat që vinin nga ato industri po e quaj, të cilat janë industri sigurisht paligjshme, por që në Kolumbi në atë kohë ishin me shumë emër, dhe ne nuk duhet të shkojmë pra nuk kemi pse provojmë ne gjërat të parët. Ne duhet të shohim, marrim eksperiencat e vendeve tjera. Dhe ky rast është pak a shumë i njëjtë me rastin e Shqipërisë. Pra vetë ai takimi i Arubës, goditjet që bëri SPAK dhe BKH-ja në javën që po lejmë tashmë, janë shumë domethënëse dhe na tregojnë se çfarë ka ndodhur realisht në Shqipëri. Për të kaluar
natyrisht ne të gjithë i konstatojmë këto shqetësime, jo vetëm ne, po media ndërkombëtare, së fundmi raporte ndërkombëtare, po për të kaluar ndoshta te zgjidhjet, që se në limitet e emisionit. Çfarë do sugjeroni si ekspert i politikave publike që do ishin zgjidhje efektive për zhvillimin afatgjat ekonomik, por dhe për uljen e hendekut polarizimit socioekonomik të qytetarëve shqiptar, në mënyrë që të frenojmë ikjet, emigrimin, të rrisim kushtet e jetesës të njëjtëshme në këtë vend. Unë do thoja primarja është vendosja e rendit në Shqipëri. Çfarë do të thotë vendosja e rendit? Ne na takon shpesh në rrugët tona, edhe në ato rrugicat e vogla në Tiranë, na takon shpesh që na vjen përballë një makinë që është super e shtrenjtë dhe që thyen gjitha rregullat e qarkullimit dhe ne detyrohemi që të tërhiqemi mbrapa. Pyetja është shumë e thjeshtë. Në qoftë se qeveria di se sa të ardhura kam unë, sa të ardhura keni ju, apo edhe të tjerët, si ka mundësi që qeveria nuk di nga vijnë të ardhurat për të blerë makina të tilla që kushtojnë mbi 150.000 euro. Pra, kjo është e para. Për atë them rendi dhe lufta e jashtëzakonshme që duhet i bëjmë korrupsionit. Pra, çdo qeveri që do vi në Shqipëri. Nga vendi 80 kishin shkuar në vendin e 91. 91, pra sipas një vit, Parlamentit Evropian. Transparency International. Po. Pra, korrupsioni, dhe unë po përmend dy gjëra. Shqipëria ka tashmë për të kaluar si thosh fazën tjetër të integrimit të saj në Bashkimin Evropian, duhet thot para 3 javësh kur ishte i takimi i Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian për çështjen e IBAR-it, pra raportit për mbylljen e kapitujve, e grup kapitujve, duhet të luftoj korrupsionin dhe krimin e organizuar. Parlamenti Evropian kishte 57-58 pika, se nuk i kujtoj saktësisht. Por këto dyja ishin shumë të rëndësishme. Tashti pyetja qëndron se duhet ta lidhim këtë edhe me protestat që po zhvillohen në qendër Tiranës. Pyetja qëndron nga vjen korrupsioni? Jemi ne si popull që kemi mentalitet korruptiv? Jo. Ne nuk ndryshojmë nga popujt e tjerë, por çështja shtrohet: a e favorizon qeveria me politikat e saj korrupsionin? Unë do thoja po, me plot gojë biles. Po, si? Në 2015 kemi një raport që rrjedh nga OSBE-ja dhe na thotë që kryeministri në detyrë i Shqipërisë ka 200 milion euro në offshore. Unë nuk besoj që ka shqiptar ose ndërkombëtar i cili mendon që këto para janë thjesht nga rroga. Pra kjo është ajo çështja e korrupsionit. E dyta, krimi i organizuar. Spak na tregon që njëra nga bandat që u arrestua këto ditë të fundit kishte marrë leje ndërtimit 1.2 milion metra katror. Që ishin rizorte, pallate, super luksoze në Tiranë apo dhe në vende të tjera shumë të rëndësishme të Shqipërisë. Po kush i firmos të leje ndërtimit? A ka një sit, se duhet të ketë një sit, sepse kushdo mund të kërkojë të marrë statusin e investitorit strategjik, por qeveria, institucionet duhet të kenë një sit. Duke filluar nga policia e shtetit, shërbimi informativ, prokuroria. Atëherë, si? Pra unë e thash, në qoftë se qeveria di sa të ardhura kam unë, sa të ardhura keni ju apo të gjithë tjerët, si nuk e di ka sa të ardhura kanë kompanitë që pretendojnë të marrin titullin investitor strategjik, dhe na tregon me fakte, kjo na tregon me fakte 1.2 milion metra katror ndërtime. Dhe kjo është ajo çfarë janë pikat kryesore ku çdo qeveri shqiptare duhet të fokusohet për të ndryshuar të ardhmen e këtij vendi. Për fund, zoti Eliej, çfarë mendoni se mund të arrijë protesta, duke qenë realist, domethënë, dhe çfarë mendoni se do sjell një ndryshim, të themi, i institucioneve, duke qenë se ju studioni institucionet dhe ato janë thëmbra e akilit, themi, e zhvillimit demokratik shqiptar? Unë jam optimist. Uroj që
të mos zhgënjehem, por unë jam optimist dhe fitoria e parë për mua personalisht e kësaj proteste është që u thye akulli. Pra shqiptarët janë mos kokçarës, më parë marrin valixhet dhe ikin në Gjermani apo kudo qoftë, se sa ngrihen në protestë. Kjo është pjesa e parë pra. Për sa i përket çfarë do ndryshoj, sigurisht që është një moment shumë delikat për Shqipërinë. Është një shumë moment delikat sepse është ka 13 vjet ose edhe më shumë se 13 vjet, ku Shqipëria është ka shkuar në një model ekonomik që nuk është as pak model i qëndrueshëm ekonomik, ka shkuar në një model ekonomik i cili është kundra qytetarëve të Shqipërisë dhe është e vështirë ky ndryshim. Pra, por unë jam për dorën e fortë. Pra, unë personalisht them që duhet dorë e fortë. Kushdo që të vi në drejtim të institucioneve duhet vendos ato dy kushtet të cilat unë i thash edhe më sipër, lufta ndaj korrupsionit, lufta ndaj krimit organizuar. Dhe me të vërtet do kemi momente të vështira tranzicioni, pra nga njëra situatë në situatën tjetër, por që do shkojnë në të mirë të qytetarëve. Faleminderit zoti Aliaj për kishi sot me ne dhe nda disa nga mendimet tuaja në lidhje me demokracinë, shtetin e së drejtës, protestën, korrupsionin, koston e jetesës dhe të tjera plagë të tranzicionit, dhe shpresojmë që së shpejti të integrojmë në Bashkimin Evropian dhe të tejkalojmë këto plagë. Me kënaqësi, biseda që zhvillova sot me zotin Ilir Aliaj, studius dhe njëkohësisht aktivist, por edhe nga eksponentët kryesor të zërat kryesor të shoqërisë civile në Shqipëri, për të ndarë me disa nga sfidat dhe shqetësimet kryesore të këtyre 35 viteve tranzicion, por natyrisht edhe rrugdaljet që mund të ishin nga ky moment, ku protesta natyrisht është kryefjalë e ditës. Mendet dhe miru takofshin puntatën e radhës.